Hello. Çfarë kam blerë në Temu? Ky Temu dhe këto sheinet janë shumë addiction, domethënë, nuk e di si do shpëtojmë nga këto, po nejse. Kam filluar një porosi vetëm për të blerë këtë krahër. Ky krahëri këtu që është për kaçurela, thjesht po me këto dhëmbëzat e vogla, këtu, gjithmonë me dhëmbëzat vogla, kam marrë këto. Këto janë, nuk e di domethënë, një vath në formë fiongo. Nuk e di a do nxihen, supozohet jo, por janë një dashuri. Mbaroj. Tjetër. Apo, kam blerë një palë çorape për të veshur me loafers të zeza. Asgjë e jashtëzakonshme, këto, që janë me zemër, supozohet. Po tjetër, shikoni. Perl. Ishte 1 euro, 2 euro, nuk e di. Është yll e bukur. Tjetër, kam marrë këtë. Ja, këtë nuk e kam hapur këtë. Nuk e kam hapur këtë. Se gjënë vërtet nuk e kam hapur. Kjo është një scrunchie. Nuk ka lidhje fare me atë që imagjinoja unë. Kjo është si petasuqe. Nuk e di çfarë do bëj me këtë, por ndoshta do na hyjë në punë. Kam marrë disa çorape. Çorape në Temu? Po, çorape në Temu. Bëjmë çorapet në Temu? Disa bëjmë, disa nuk bëjmë. Mua disa më kanë dalë të mira, disa jo. Këto janë pambuk, 97% pambuk, supozohet. Janë pambuk, duken që janë pambuk. Mund t'i vesh me loafersa. Domethënë, mund t'i vesh me loafersa me xhinset e gjata, shumë të gjata dhe një tjetër fiongo. Po. Këtë herë kemi 2 fiongo. Kemi fiongon e tillë të vogël. Domethënë, janë 2 fiongo të vogël. Janë këto fiongot. Next. Mbajtëse syzesh, të cilën mund ta varësh në çantë. Domethënë. Pra, ti i fut syzet këtu, brenda, e mbyll këtë dhe e vajte çantë. Po ideja është që kur janë ato çantat e vogla, mini, dhe nuk e ku ti vendosësh syzet, ti mund të vendosësh anash aty. Ka marrë këtë. Kjo është një moto të skalpit, që bën masazh për skalpin. Çup. Kur vendos vajra e gjëra, domethënë, është një dorë, nuk e di si është, me 6 gishta. Kjo tjetra, mbarova për këtë tjetër. Vath. Të tjerë, unë jam e fiksuar me vathët, jam shumë e fiksuar me vathët, më pëlqejnë shumë. 2 ananas. Nuk mundem, janë shumë të bukur. Kjo është e gjitha.